Besa premtimi. Kështu titullohet dokumentari më i fundit i cili ka rikthyer vëmendjen e Amerikës dhe jo vetëm kundrejt gjestit unik human të shqiptarëve që shpëtuan hebrejt në momentet më të errta të shekullit kaluar në historinë e Europës, teksa kërcënoheshin nga Holokausti. Rrjeti prestigjos mediatik CNN ka publikuar një artikull online në të cilin flitet për filmin më të fundit mbi besën e shqiptarit dhe shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Filmi ka marrë pjesë fundjavën e kaluar në festivalin e San Franciscos, ndërkohë që pritet të shfaqet në festivale të ndryshme brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe jashtë tyre. CNN thotë se kjo çështje nuk është trajtuar shumë për shkak se shqiptarët ranë nën regjimin komunist. Rrjeti televiziv ka intervistuar një fotograf hebre, Norman Gershman, i cili ka kaluar një dekadë duke u marrë me këtë çështje. Ai ka gërmuar për arsyeën se pse shqiptarët i shpëtuan hebrejt. Vendi, shkruan CNN, për çuditë në fund të luftës së dytë botërore kishte më shumë hebrej nga sa kishte në fillim të saj. Gershman tregon se shumë shqiptar habiten kur i kushtohet vëmendje kësaj çështje. Ai thotë se për shqiptarët kjo gjë është normale, pasi kanë dhënë besën, premtimin e shenjtë. Kështu hebrejt u mbrojtën dhe u strehuan, ndonse ishin tërësisht të panjohur dhe shqiptarët vunë në rrezik jetën e tyre. Kjo e bën këtë kom mjaft unik në sytë e botës dhe të gjithë duhet të marrin shembull nga shqiptarët, shprehet regjisorja e filmit, Rachel Goslings. Sipas konceptit të saj, filmi është ndarë në dy pjesë, ku përveç fotografit hebre shfaqet edhe një shqiptar, Recep Hoxha, familja e të cilit strehoi një familje hebreje gjatë luftës së dytë botërore. Familja hebreje para se të ikte la në Shqipëri një sër librash të shenjtë, të cilët babai i Recepit dha besën se një ditë do t'u kthente. Babai i Recepit nuk arriti dot që të realizonte premtimin dhe barra i mbeti të birit, Recepit, i cili rrëfen mbi peshën e rëndë në ndërgjegjen e tij, derisa t'i dorëzonte librat familjes hebreje. Sipas drejtorit të Muzeut të Izraelit, Yad Vashem, nuk ekziston qoftë edhe një rast i vetëm në arkivat e njohura në mbar botën, kur qoftë dhe një hebre të jetë dorëzuar tek nazistët nga familjet shqiptare. Regjisorja thekson se ky film bëhet edhe më interesant në momentin kur një frymë antimuslimane ka përshkruar gjithë perëndimin, ndërkohë që tashmë shqiptarët musliman shfaqen si herojtë vetëm që rrezikuan veten për të shpëtuar hebrejt në luftën e dytë botërore.